Majoranca dhe opozita kanë gjetur më në fund gjuhën e përbashkët për ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore pas dakordësimit mbi variantin final të përbërjes dhe funksionimit të tij. Në dokumentin e dakordsuar thuhet se Komisioni i Posaçëm ngrihet mbi bazën e barazisë pozit-opozit. Në përbërje të tij do të ketë 16 anëtar, nga të cilët 7 anëtar janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 7 anëtar janë përfaqësues nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe 2 anëtar nga partitë që kanë fituar me të paktën 2 mandate në zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Dokumenti përcakton se komisioni drejtohet nga 2 bashkëkryetar, një nga Partia Socialiste dhe një nga Partia Demokratike. Pranë komisionit ngrihet edhe grupi i ekspertëve teknik. Përveç 2 forcave kryesore politike, vendimi përfshin edhe partitë e tjera parlamentare në një mandat, të cilët do të kenë rol këshillues në proces. Në mbledhjet e komisionit mund të marrin pjesë pa të drejtë vote deputetë të partive të tjera parlamentare, të cilët kanë të drejtë të bëjnë propozime për ndryshimet në legjislacionin e reformës zgjedhore, thuhet në vendim që pritet të miratohet nga Kuvendi në datën 30 tetor. Ky variant përfshin edhe mekanizmat për zgjedhjen e mosmarrveshjeve mes palëve. Çdo parti që përfaqësohet në komision ka të drejtë të propozojë amendamente për diskutim dhe miratim. Palët do duhet të angazhohet të gjejnë konsensusin në lidhje me to. Për çështjet veçanta për të cilët palët nuk kanë gjetur konsensus, do të vlerësohet dhe kërkohet asistenca e ekspertizës së OSBE-ut dhe Komisionit të Venecias. Për afatin e funksionimit, dokumenti përcakton se komisioni ushtron veprimtarinë për një afat 9 mujor, por në rast nevoje, me kërkesë të arsyetuar nga të 2 bashkëkryetarët, Kuvendi vendos zgjatjen e afatit. Në procesin e reformës do të përfshihen edhe aktorë ndërkombëtar që do të japin asistencë teknike dhe ekspertizë ligjore. Pranë këtij komisioni janë afruar për të dhënë asistencë prezenca e OSBE-s në Shqipëri, ekspertë të OSBE-ut, Këshilli i Evropës, ekspertë të Komisionit të Venecias, si dhe përfaqësues dhe ekspert të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marrëveshja përbën një hap të rëndësishëm politik drejt reformës zgjedhore, e cila pritet të vendosë rregulla të reja për garën elektorale dhe të sjellë më shumë besueshmëri në proceset e ardhshme zgjedhore.